Zotri Shefqeti, si fillim ta nisim diskutimin kështu, a është kjo një kohë e gjatë e vendosur nga gjykata kushtetuese deri më 31 mars për ta shqyrtuar në detaje dekretin e presidentes Osmani për shpërndarjen e kuvendit? Parimisht nuk është kohë e gjatë për shkak se gjykatës kushtetuese normalisht i duhet të nxjerrë vendim meritor lidhur me kërkesën për interpretim, e që normalisht i nevojitet analizë e përgjithshme. Kjo është shtuar faktit që, siç e dim, të gjitha gjykimet e mëhershme të gjykatës kushtetuese kanë qenë të shpallura, respektivisht kanë krijuar precedent. Andaj normalisht gjykatës që është dashur kohë të themi kushtimisht më e gjatë, edhe pse s'është saktë në afat e gjatë, përmes cilit të bëj interpretimin e situatës së caktuar, e cila normalisht shërben edhe praktik precedent edhe për rastet e ardhshme që mund të paraqiten. Mbi këto rrethona normalisht një analizë e tillë kërkon kohë këtë çështje. Dhe çka presni nëse në fakt mund të kemi edhe të drejtë për të paragjikuar një vendim i cili mund edhe të vi si rrjedhoi e gjykatës kushtetuese sa i përket kuvendit, sa i përket presidentit, a mund ta çojë në pikën zero këtë çështje, zotri Shefqeti? Po realisht me vetë faktin që gjykata ka vendosur mos në furë, normalisht në çdo procedurë, qoftë kontestimore, qoftë konflikt administrativ, apo edhe në procedurë penale, por edhe në rastin konkret në gjykatën kushtetuese, caktimi masave të përkohshme ose të sigurisë në parim e përmbush objektin që duhet të bëhet e besueshme një kërkesë. Pra që duhet bëhet e besueshme që i takon e drejta meritore brenda kërkesës. Përndryshe, pak raste një praktika që caktohen